Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Tradicionalisht smundjet e zemrës janë konsideruar si problemi personave të moshuar. Megjithatë, ndryshimet në stilin e jetesës, dieta jo shëndetshme, rritja e obezitetit dhe stresit në shoqërinë moderne po bëjnë që edhe të rinjtë të jenë gjithnjë e me të prekshëm. Studime të ndryshme tregojnë se smundjet kardiovaskulare po prekin individ në moshat 20 deri në 30 vjeçare, madje raste janë regjistruar edhe në adoleshencë. Një nga faktorët kryesorë që po kontribuon në rritjen e rasteve të smundjeve të zemrës tek të rinjtë është obeziteti. Mbi pesha tek fëmijët dhe të rinjtë ka arritur nivele alarmante, duke sjellë probleme si diabeti tip 2, hipertension dhe kolesterol të lartë, që janë faktorë që lidhen ngushtë me smundjet e zemrës. Për më tepër, stili i jetesës sedentare dhe mungesa e aktivitetit fizik rrit mundësinë e formimit të pllakave arteriale që në moshë të re. Statistikat në vendet perëndimore tregojnë se afërsisht 6 deri në 15% të rasteve të infarktit ndodhin tek personat të moshën 45 vjeçare. Në disa raste më ekstreme, infarkti mund të ndodhë edhe në moshë shumë të re, nën 30 vjeç. Përveç disa faktorëve që i përmendëm, një faktor shtesë është edhe predispozita gjenetike, ku individët që kanë histori familjare të smundjeve të zemrës janë më të rrezikuar. Përveç saj, konsumimi i lartë i pijeve energjike dhe të gazuara dhe ushqimeve të pasura me karbohidrate dhe yndyra të ngopura rrit kolesterolin dhe dëmton emët e gjakut. Zyrtarë shëndetësor i kanë radhitur smundjet kardiovaskulare si shkaktarin e parë të vdekjeve dhe në Kosovë, ndërkaq smundja që po merr jetë njerëzish si e dyta me radhë është renditur kanceri. Megjithatë, Kosova nuk ka sistem të referimit që do të dijë saktë se sa njerëz kanë probleme me smundje të caktuara dhe sa është numri i njerëzve që vdesin nga smundje të caktuara. Kardiologët thonë se numri i qytetarëve me probleme shëndetësore me zemrën është në rritje çdo vit. Ata shtojnë se kryesisht dominon infarkti akut si patologjia më shpesh dhe më vdekjeprurse në Kosovë, siç ndodh edhe në vende tjera të zhvilluara dhe ato në zhvillim. Pra, tema e këtij emisioni do të jenë smundjet kardiovaskulare, për çka do të bisedojmë me doktor Artan Ahmetin, kardiolog intervent. Doktor Artan Ahmeti, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Mirë se u gjeta, gjithmonë kënaqësi. Pra dëgjuat temën që jemi përcaktuar, smundjet kardiovaskulare që mbeten shkaktari kryesor i vdekjeve, si në Kosovë po ashtu në vende tjera të botës. Për fillim do të ishte mirë na thoni diçka se a kemi tendencë të rritjes prej viti në vit të pacientëve do të thotë që kanë probleme me smundjet kardiovaskulare. Ishe shumë i saktë, them drejtën, do të thotë smundjet kardiovaskulare përkundër rritjes së teknologjisë në ditëve të sodit, që janë të shumta, trajtimi i tyre ka avancuar shumë nga viti në vit, nga gjenerata në gjenerat, mirë po prapë smundjet kardiovaskulare mbesin lider i smundshmërisë dhe vdekshmërisë në botë. Konsiderohet se në Amerikë çdo i treti person që vdes për shkak të arsyes kardiovaskulare. Pra është një numër i madh i smundjeve kardiovaskulare, të cilët janë të përhapur në krejt botën dhe fatkeqësisht me rritjen e kushteve të jetës rritet edhe smundshmëria kardiovaskulare. Pra, në përgjithësi, smundjet kardiovaskulare janë smundje të vendeve të zhvilluara. Duke pasur parasysh se edhe Kosova konsiderohet si vend në zhvillim i sipër, është zonë e kuqe dhe në statistikat e organizatës botërore të shëndetësisë, Kosova është vendi me rrezikshmëri më të lartë edhe në Ballkan, jo vetëm në Evropë. Statistikat tregojnë që është rritur numri i incidenteve të rrezikshme. Ndoshta kjo zonë e kuqe ka ndodhur për arsye se përpara janë diagnostikuar më pak, sepse nuk ka qenë diagnostikimi shumë i saktë, shumë njerëz kanë vdekur pa ditë hiç shkaktarin. Sot me zhvillimin e edukatës shëndetësore në popullatën tonë, shumë njerëz kërkojnë ndihmë mjekësore dhe diagnostikohen saktë se për shkak, do thotë, ata janë të smurë dhe për shkak edhe vdesin. Do thotë vdekshmëria e tyre tani është e njohur dhe ndoshta kjo është arsyeja kryesore pse sot konsiderohet që zonë me rrezikshmëri të lartë
edhe në krahasim me vend të rajonit. Tjetër, do thotë ndryshimi i stilit të jetës, siç dihet në Kosovë ka ndryshuar shumë para dhe mas luftës. Përderisa do thotë para luftës në një vend të varfër, ku shumica e popullatës kanë jetuar në një varfëri themi edhe të skajshëm, që menzi domethënë kanë bjetu një numër i madh i popullatës, atëherë zakonisht sëmundjet kardiovaskulare në ato rajone janë shumë të pakta, sepse njerëzit janë më aktiv, punojnë më shumë, lëvizjen më shumë, ushqehen më shëndetshëm. Pra sëmundjet kardiovaskulare konsiderohen si sëmundje të shtetëve të zhvilluara, ata të cilat kanë një ushqim të keq, ata të cilët ushqejnë më shumë me fast food, siç janë këto french fries, pomfrit, domethënë snacks, hamburger, pizza, prosciutto, salam, do thotë këto të cilat janë ushqime më keq i mundshëm ose komplet ushqimi i fërguar, të cilët sot do thotë me ardhin edhe të këtyre kompanive të mëdha që në botë, domethënë është ka tentohet vazhdimisht që të ndalohen reklamat e ushqimeve si McDonald's, KFC, King Burger, që mos bën reklam sepse ai është ushqim junk food, është ushqimi më i keq i mundshëm për sëmundje kardiovaskulare. Dhe për këtë arsye në Kosovë këto s'kan qenë të njëra fare dikur. Tash do thotë i kemi sukur në kretë vendet më të zhvilluara të botës, nëse sot shkojmë në një qendër tregtare në Kosovë, ajo nuk dallon fare për një qendër tregtare në shtetet më të zhvilluara të Evropës. Bile mund të themi se kemi qendër tregtare ndoshta edhe më të mira se ata. Doktor Artan, është e ditur, thatë edhe ju se trajtimi ka avancuar shumë. Përkundër kësaj, kemi raste më të shpeshta, edhe për fat të keq kemi edhe raste kur mosha e pacientëve që janë prekur nga kjo sëmundje është nën moshën 40 vjeçare. Kemi raste të shpeshta në këtë moshë. Realisht është shumë shqetësuese. Ditëve të sotit, do thotë numri i pacientëve të cilët janë të smur për sëmundje kardiovaskulare, sidomos për infarktit akut të miokardit, do thotë gati nuk për një moshë. Dikur se infarkti akut i miokardit është konsideruar si sëmundje e njerëzve të vjetër. Sot diç më larg, ka qenë 89 persona që ohinë në salët të kateterizimit të zemrës në klinikë universitare si infarkt akut. Pra në moshë shumë të re. Mirë po kemi edhe mbi vitet 90, edhe vitin 2000 kemi pas, më të rrallë. Pra, ata të cilët janë, siç e cekni ju, rreth moshës 40 vjeçare, numri i tyre sot në ditët e sotit është shumë i madh. Kjo jo rrallë si rezultat i mos disiplinimit të tyre ose neglizhencës së sëmundjes së tyre. Sepse nëse një pacient ka familjar smut me sëmundje kardiovaskulare, është me sëmundje të ndryshme, siç është hipertensioni arterial, diabeti, e sidomos dislipidemia, dhe ky pacient bën edhe një jetë keqe, siç është duhanpirës, është jetë sedentare pa aktivitet fizik, me ushqim të keq, siç e përmenda, si po thirret tash junk food, do thotë ky person gjasa që të ketë nis infarkt akut në të ardhmen e aftë të tij është shumë e madhe. Këta persona çka preferohet të bëjnë derisa nuk kenë probleme do thotë të theksuara? Pikërisht do thotë të këta qelsi i artë, janë persona kandidatët më të mirë që teknologjia e fundit ka avancuar shumë që njerëzit të cilët diagnostikohen me kohë me sëmundje të zemrës është pothuajse është komplet e shërueshme, ose mos them e shërueshme, është komplet e trajtueshme. Pra sëmundjet kardiovaskulare në ditë sotit janë shumë të rralla të cilat nuk gjejnë trajtim. Shumica absolute e sëmundjeve kardiovaskulare kanë trajtim të mirë, kanë trajtim që bëjnë një jetë kualitative që ndoshta ata persona kur s'kanë pas probleme më. Në qoftë se një person i cili ka vetëm arterie koronare të ngushtuara dhe diagnostikohet në këtë kohë, pa ndodhur halani ngjarje e madhe siç është infarkti akut, ai ka trajtimin pothuajse 100%. Pse? Sepse sot ka bypass, ka stent, ka balon me ilaç, ka trajtim të avancuar me medikamente, të cilat këta pacient të thotë në qoftë se i dëgjojnë rekomandimet e mjekut dhe e ndrojnë edhe stilin e jetës dhe marrin trajtimin adekuat qoftë me device terapi ose me barna, këta pothuajse do të kenë të lashë për gjatë tani jetës tyre. Cilat janë disa nga shenjat që tregojnë se një person mund të ketë probleme të tilla, ende pa ndodhur ajo rasti siç është infarkti akut i miokardit? Realisht kanjëherë ka edhe simptome të qarta, po kanjëherë sëmundjet kardiovaskulare për fat keq janë edhe sëmundje tinzake.
Shumica absolute e këtyre vdekjeve papritura i atribuohen sëmundjeve kardiovaskulare dhe shumica nga ata persona nuk kanë pas simptome të qarta. Mirë po, nëse një person është me faktor risku, siç e përmenda më herët, ai person duhet të lajmërohet te një kardiolog të ta bëjë një vizitë rutinore, qoftë një check-up kardiologjik me analiza edhe ekoergometri. Mirë po, nëse sidomos një pacient ka dhimbje gjoksi në aktivitet fizik, ai duhet urgjent sa më shpejt të shkon te kardiologu. Është e ditur se sëmundjet e zemrës apo sëmundjet kardiovaskulare janë të lloj-llojshme, kemi shumë sëmundje. Cilat janë ato më të shpeshtat që atakojnë popullatën kosovare? Po, realisht sëmundja më e shpeshtë është hipertensioni arterial, që është një faktor risku për shumë sëmundje, qoftë për sëmundjet e zemrës, qoftë për organe të tjera, për sëmundjet e organe të tjera, siç është syt, veshkat, truri e kështu me radhë. Pas sëmundjes hipertenzive, ekziston sëmundjet iskemike të zemrës që ne i themi, ose sëmundjet e arterieve koronare. Pra ngushtica e arterieve koronare që zakonisht në 99% të raste është për shkak të pllakës aterosklerotike. Pra grumbullimit të yndyrës në këto arterie, që çon ngushtimin e tyre, dhe në një kohë të caktuar për arsye njëra dhe pa njëra, bëhet një rupturë që i themi neve ose një qarje asaj pllakës dhe shkakton mbyllje totale, që shoqërohet me infarkt akut të miokardit. Pas këtyre pastaj janë sëmundjet valvolare, kardiomiopatit, miokarditet, perikarditet e kështu me radhë. Është e ditur se ekziston një kohë e art kur prej momentit kur ndodh një sulm, një atak, po e zëm, që duhet kërkuar ndihmën e mjekut. Sa është ajo kohë që nevojitet për të trajtuar fillimin e trajtimit? Dikur në kongreset e kardiologjisë ka qenë një shprehje time is myocardium, ose koha është muskull. Koha është muskuli i zemrës. Pra pikërisht kjo është ai çelësi i artë i suksesit. Nëse një pacient i cili ka pasur një infarkt akut, trajtohet me kohë dhe hapet ena që është mbyll, ai pothuajse nuk lën asnjë pasojë. Dhe kjo është nëse bëhet brenda 3 orëve të para. Mirë po, suksesi shumë i madh është edhe brenda 6 orëve të para, edhe brenda 12 orëve të para. Mandje sukses ka deri në 24 orë. Suksesi mas 24 orëve është i ulët. Domethënë nuk është sukses nëse arteria është mbyllur e gjitha. Nëse është që ne i themi subokluzive, gati krejt të mbyllur, sukses ka edhe aty edhe shumë. Mirë po, nëse arteria është e mbyllur komplet, sa më shpejt që është mundur pej momentit të mbylljes deri te hapja është çelësi i suksesit. Dhe për këtë arsye në Kosovë ende nuk ekziston rrjeti i trajtimit të infarktit akut të miokardit, kurse në shumicën e vendeve të Evropës ekziston kjo. Çka do të thotë kjo? Kjo nën kupton që në qoftë se një pacient diagnostikohet me infarkt akut të miokardit, atëherë prej momentit të diagnostikimit e deri te trajtimit është një rrjet që e përfshin komplet Kosovën ose komplet vendin ku është i caktuar që të bëhet sa më shpejt kjo periudhë prej diagnostikimit deri te trajtimi ose deri te hapja e enës gjakut. Kjo në ato algoritmet tona thirret first medical contact, nga kontakti i parë me mjek deri te qendra më e afërt e koronografisë. Dhe kjo duhet të jetë kohë më e shkurt e mundshme. Për këtë arsye duhet të jetë rrjet i tillë që të kenë autoambulanca të specializuara që pacientit ta dërgojnë sa më shpejt në vendin. Me thënë drejtën nuk kemi shumë probleme të tilla sepse Kosova është vend i vogël dhe nuk vonohen shumë. Më shumë se 2 orë nuk mund të bësh në Prishtinë pe çdo çoshi të Kosovës. Mirë po kanë herë ka edhe një neglizhencë të pacientëve. Shumë pacientë të cilët kanë dhimbje gjoksi refuzojnë një farforme, mundon me neglizhu derisa të bën lidhje 2 detuzë ta kap dhimbja fort derisa ta lajmërohet te mjeku. Mirë po, do të thotë sigurisht është përgjegjësia e institucioneve, sidomos Institutit të Shëndetit Publik, që ta bëjnë edukimin e popullatës që çdo dhimbje gjoksi të lajmërohet te mjeku sa më shpejt që është e mundur. Mirë po, sidomos e institucioneve kardiovaskulare, pra kardiologëve me urgjencat edhe emergjencat e spitaleve rajonale, duhet të koordinohen që një pacient që vetëm diagnostikohet me infarkt, ai pacient mos të humbë kohë. Ai pacient duhet sa më shpejt të shkojë në qendrën ku kryhet intervenimi invaziv që është në këtë rast koronografia. Kur jemi te edukimi i qytetarëve, sigurisht se këto vite të fundit kemi një përmirësim të dukshëm. A vrehet ky ndryshim tek qytetarët?
Sigurisht, unë siç e ka dhënë filleve, konsideroj se pikërisht rritja e numrit të rasteve është edhe pikërisht kjo se është eduku popullata që të diagnostikohet. Dikur nuk janë diagnostiku dhe nuk ju kanë atribut gjitha vdekjet smundje kardiovaskulare pasi nuk kanë qenë fare të mjeku. Në ditë sotit diagnostikohen shumë më shumë, sepse ka një dukim dukshëm më të mirë të popullatës për sistemin shëndetësor dhe për shëndetin e vet, dhe për këtë arsye konsideroj që kjo duhet të vazhdojë, ende në shtë vogël. Ende sot kemi pacientë të cilët edhe infarktin akut e refuzojnë trajtimin e tyre kur vinë në klinikën universitare. Për çfarë arsyesh? Për arsye të mos edukatës së tyre shëndetësore, pasi konsiderojnë se jo nuk duhet të vendos asistenta, unë nuk duhet të trajtojnë anket formë. Dhe komplikimet çfarë mund të jenë? Komplikimet më madhe, siç e themën pacientët gjithmonë, mes dy të këqijave gjithmonë duhet të zgjedhë keqja më e vogël. Pra, sulmin e ke, infarkti ekziston, po duhet me zgjedh trajtimin më të mirë që ekziston sot. Me refuzu trajtimin më të mirë është krem ditë sotit. Është sikur me thon ku ta di unë, po shkoj me një makinë në han e jo të e pas anjen kozmike. Pra, përderisa ekziston trajtimi adekuat, duhet të referohem trajtimit adekuat që e bën krejt bota. Në botë kjo nuk ekziston, refuzimi i trajtimit kjo nuk ekziston, sepse ka një edukat shumë më të lartë kështu. Të neve fatkeqësisht hala, edhe pse është zvoglu shumë, diku ka qenë përqindje shumë e madhe pacientëve pasi që themi realitetin edhe mediat e kanë bërë një punë jo të mirë në atë kohë kur më shumë kanë folë keq për shëndetësi se sa për mirë, dhe duke pas parasysh këtë ka hup një besim i qytetarit ndaj mjekëve, dhe çdo këshill që e ka jep mjeku, çdo rekomandim e ka këshyrë me dyshje mos është diçka përfitimi i tij e jo përfitimi i vet pacientit. Dhe kjo jo rrallë ka qenë në vdekjet e pacientit. Jo rrallë. Doktor Artan, është e ditur se në qendrën klinikë universitare, përkatësisht në klinikën e kardiologjisë apo kardiokirurgjisë, kemi fluks të qytetarëve. Sa po arrini që t'i plotësoni kërkesat e qytetarëve për trajtimin e këtyre smundjeve? Pyetje shumë e dhënë. Realisht që në klinikën universitare shumë e ngarkuar, sidomos për smundje kardiovaskulare që janë shumë shpeshta, po jo pak edhe për smundje tjera. Mirë po siç e kem pra edhe në fillim, smundjet kardiovaskulare nxjerrin numrin një sa i përket numrit të rasteve dhe për këtë arsye është shumë e ngarkuar. Mirë po ka vite të tëra të cilët çdo pacient me urgjencë kryet brenda afatit rekord trajtimi i tij në klinikën universitare, qoftë në kardiologji invazive, qoftë edhe në kardiokirurgji. Pra nuk vu një pacient për urgjencë ditë sotit në klinikën universitare. Problemi është i rasteve elektive, rasteve të ftofta që i themi ne, që potencialisht janë raste edhe të shëndosha, sepse jo gjithë të cilët kanë ankesa dhe janë në pritje për koronografi dalin me smundje koronare, dikon bile përqindja është 40-50% dalin normal. Për këtë arsye tek ata pacient ju bjen me prit, ditëve të fundit ka punohet për prurjen e një aparati të ri, nëse vjen edhe ky aparat shumë shpejt që po flitet ka tetori eventualisht fillimi në nëntorit, atëherë ky problemi i listës pritjes nuk do të eliminohet, ndoshta po sepse në këtë botë ekziston listë pritjes, mirë po do të zvoglohet, dukshëm që do të jetë pa përfillshme për pritjen e pacientit. Doktor Artan, kemi hyrë minutat e fundit e misionit dhe zakonisht pjesën e fundit ja kushtojmë preventivës. A ka mundësi që të prevenohen smundjet kardiovaskulare? Do thotë garancion për smundje të zemrës nuk ekziston, sikur për asnjë smundje tjetër. Pa nuk ka mjek në botë që mundet me siguru që ti nuk do të smuhesh për smundje të zemrës. Mirë po ne do ta problemin kryesor kemi ose qëllimin kryesor kemi të zvogëlojmë gjasën. Pra gjasën që ti të jesh një pacient i arshëm. Gjasa zvogëlohet në qoftë se një pacient nuk e respekton rregullat ose këshillat e mjekut për smundje të zemrës. Pra, në qoftë se një pacient është me hipertension arteriale dhe nuk i trajton si duhet, që ditë sotit është trajtimi shumë i lehtë, shumë i thjeshtë i hipertensionit arterial, është me smundje sheqeri dhe nuk e trajton si duhet, është me yndyrë të lartë dhe nuk merret fare me atë punë, nuk bën aktivitet fizik, e abuzon me cigare, jo vetëm që konsumon cigare, po abuzon me cigare, që ka shumë njerëz që e kanë atë shprehjen, unë nuk e pi, po e ha cigaren, që është shumë e keqe, shumica e njerëzve të tillë përfundojnë, me thënë drejtën në sallkat të drejtësimit të zemrës. Dhe nëse respektohen gjitha këto, atëherë sigurisht që ky pacient do thotë edhe bën kontrolla të rregullta edhe analiza rutinore, ky pacient do të zvoglohet gjasa shumë që të jetë një
pacient jashëm të smundjet të zemrës. Dhe këshilla juaj për dëgjuesit tanë, qoftë për ata që kanë probleme të tilla, por edhe për të tjerë. Pra, ata të cilët vetëm janë të njohur për smundjet të zemrës, për smundjet që kanë smundje aktuale, siç është hipertensioni, diabeti, dislipidemia, obeziteti ose bëjnë një jetë jo aktive, duhet këto smundje të cilat janë 100% të trajtueshme, jo të shërueshme, sepse nuk shërohet diabeti për një javë, ditas për 2 javë, për 1 muaj. Ai do të jetë ton jetën me diabet. Mirë, po me terapi dhe me këshilla do të jetë i kontrolluar sikur një person i shnur. Ose e njëjta është për hipertensionin, për dislipideminë. Bile për dislipideminë sot i kemi në shëndet klinikë universitare edhe ilaçet e fundit që përdoren në gjithë botën, siç është një ilaç që kanë inclisiran, që është ilaçi i fundit për dislipideminë familjare. Tek ata njerëz të cilët kanë yndyrë shumë të lartë dhe nuk trajtohet me ilaçe me barna, me ato statina që ne i themi, edhe për ata sot ka zgjidhje. Edhe ka zgjidhje në Kosovë. Doktor Artan, nëse nuk e një gjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit së sot. Ju falenderoj edhe në shumë, shihem për të mirë në emisione tjera. Sigurisht. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin sot, më falenderoj për mendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në vartë e programit tonë.